Jemi rikthyer, është momenti tani të gatuajmë një tjetër recet, po ju lam tek supa me presh patate dhe karota, të cilën do ta kthenim në formë kremoze. I ngrohemi, ka urdisëm pak përbërësit. Nga ana tjetër edhe piperin e kuq me gjalp edhe me vaj gjithashtu. Tani është momenti që ne të bëjmë atë procesin që... E lëm të ftohet paksa, biles... Në shtova dhe... Prandaj shtova edhe... Se pas ke hapur të gjithë, kur veprizën fillon direkt procesi. Ta lëm pak më vonë. Është gjithmonë gati. Është gjithmonë gati për të dhënë atë formën e fundit, trajtën e fundit. Tani kalojmë tek gjella. Kemi sjell 3 ide dreke ose dhe darke. Të shohim pak për çfarë bëhet fjalë, cila është receta e tretë, çfarë gatuajmë pas petanikut dhe supës. Kalojmë tek një gjellë me perime të ndryshme ka kjo, një lloj jahnie që ka lule lakër, ka patate, ka salzomate, speca e me radhë. Unë po ja u lexoj me radhë, një lule lakër mesatare, 3 patate mesatare, 1 qepë e madhe, 2 thelpinj hudhër, 300 ml salcë domate, 1 domate e grirë, 1 lugë çaj paprika e ëmbël, gjysmë lugë çaj piper i zi, 1 gjethe dafine, krip, vaj ulliri. Shtoj patatet, kapak dhe i lëm të kaurdisen paksa. Marr një thikë se do vendosen të gjithë përbërësit. Kjo është jahni, është gjellë, kështu që përbërësit kur ne i presim, i llogarisim që do jenë ashtu për t'i servirur në pjatë. E dim shumë mirë, qepën, që mos djegi, pa tjetër e vendosim në ujë ose e mbajmë në frigorifer. Qepa në frigorifer bën gjërmë të mundur. Nuk e ndajmë në katërsh, to janë legjenda urbane, nuk e vendosim në kokë se nuk mund të punoj një anvizme me lëvozh mbi kokë, është jo etike. Në frigorifer e mbledhim me një membran, mund t'i vendosim disa gosht karafili, që largojmë atë erën jo të duhur të qepës, dhe do keni një rezultat shumë të mirë. Mjafton qepa tjetë cilësore, unë nuk e kam vendosur fare në frigorifer. Dhe konsumohen jo vetëm në gjellë, por edhe kështu në sallatë ose të gjallë. Qep me mjalт është një përforcues i imunitetit dhe një antibiotik perfekt. Qepa me mjalт është qepa e kuqe. Ja, po e kemi këtu, e lëm është mbretresha e qepës, kemi qep nga më të ndryshmet, kemi variante shumë të ndryshme, kemi nga e gjata e kuqe, së gjatë e hollë, e bardhë, petashuqe, bjondja. Kemi të paktën ne këtu për shembull, ne mund të kemi mbi 20 lloje ne këtu. Pastaj nuk ka edhe patatet zbuten aty sepse na e trashin lëngun. Pataten e lë derisa mua të filloj të më marrim, shikon, të tjetërsohet e gjithë ngjyra e patates. Sa kam shtuar yndyrë, nuk kam shtuar yndyrë shumë, kam shtuar pakos fare. Jap edhe një round të dytë dhe kush fiton, patjetër fiton ai që di. I vë kapakun, ai që di. Vendosim kapakun dhe është më e dura. Tani do ta dëgjojmë kapakun. Po, nëse do dalë me kapak jashtë, do skuqen ato, do bëhen krokante, do jenë si të skuqura. Kështu që më mirë na duhet që të trashin lëngun. Po, nuk na doli gjella, po kjo kështu pra është. Fillon nga qepa, nga sekretet e qepës, se sekretet janë këto. Edhe ne kemi sekretet, po dhe perimet kanë sekretet e tyre. Po. Specin e po të duam, e kaloj me salcën, që të dali paksa ngjyra me kuqe, dhe jo vetëm ngjyrën, por që të marrë atë shijen e duhur, e kaloj direkt këtu. Pa tjetër kaloj dhe pjesën tjetër këtu. Nuk kam se e bëj unë gjendjen të vështirë, jo po shtoni këtë, jo po shtoni atë. Çfarë është një jahni, mund ta quajmë jahni me patate dhe me lule lakër, sepse përbërësit e tjerë
janë domosdoshmërisht në çdo gatim. Nuk shtoj lule lakrën tani, sepse e dim që lule lakra kërkon shumë pak proces gatimi. Por, nëse ju dëshironi, shumë mirë pataten e gatuani më përpara, qepën jo përpara, pra është patatja, qepa, lëreni derisa të zbutet totalisht, prandaj dhe them që punoni me kapakun, edhe për aromat, që s'është vetëm kam edhe pak të trumzës dhe rrie shikoj që të gjesë ku e kam vendosur trumzën unë. Trumzën e thatja, se e gjej unë trumzën. Arrofsh. Që t'ja shtojmë për aromë. Po. Trumza hyn në familjen, pra rigoni, trumza janë në një të njëjtën familje. Dikur, gjyshja ime, kur diçka nuk shkonte mirë për shembull, ose kur ne fëmijët ishim të smur, edhe normalisht merre ajo me ne, se prindrit punonin, merrte pak rigon, e mërte dhe diqte në atë kandilin e saj. Hiqte syrin e keq, largonte të këqijat larg shtëpis dhe normalisht sillte dritën, sillte ndriçimin, sillte atë rrezën e diellit që çdo shtëpi e kërkon. Pra, nuk kanë vetëm ato benefitet e tyre të gatimit, por kanë atë syrin e keq. Të lumshin duart, unë e dija që e kisha vendosur jo mirë dhe u thërmua mirë. Të falenderoj sepse ti mua më vjen gjithmonë në kohë rekord dhe të falenderoj Përse të falenderoj? Në 5 vitet që ke qenë krahu im më i mirë dhe më i fuqishëm. E marr dhe shtoje këtu direkt. Opa, ja. Po, trumza është. Është. Po se e gjem dhe të thatë. Një përzierje, shumë të mirë. Të paketuar, por ne kishim në degza edhe ne kemi kopshin ton. Ne kemi kopshin ton që marrë dhe shtoj, jo, nuk do shtoj lule lakrën, sepse do bëj pastaj një gabim, jo fatal, por do bëj gabim. Salcën. Tek salca do shtoj, edhe domaten. Dhe direkt i largoj. Pra ndonjëherë nuk mjafton vetëm salca, po duhen dhe tuli domates për të ngjyra jemi në rregull, vetëm të lutem hiq pak letrën tani aty. Ja. Se do të marrin ngjyrë, përzierje. Aromat janë shumë të mira. Shumë. Ne të pjekur do ta tregojmë. E duhur, shtoj masën e ujit, sa mas ujit, derisa të kem këtë rezultatin e tillë. Do të shtoj degët e dafinës dhe patjetër thelpit e hudrës të prera në fletëza. Kam kripa dhe piperi. Një përzierje sërish dhe e lë që të bëhet. Patjetër do të marr faktikisht në mënyrën se si e mora, e dhunova. Kpute kështu, si kur ja troqe vesh. Po, e ndjeva që bëra. Punoni me dashuri, jepni dashuri në produktin tuaj, sepse ajo do t'ju kthehet. Po kjo vjen edhe nga shpejtësia nga koha. Pra, në jetë dhe kudo, po. E marr një prerje, jo dhe të fare të imët, se nëse unë e dua të imët, unë e kaloj në blender, gjë që unë nuk e dua, shtoj lule lakrën, sikur se dhe bimët aromatike. Një përzierje. Nuk kërkon ujë shumë. Uji shtohet gradualisht. Kur unë dua të shtoj ujin sekreti tjetër, marr lugën, luga në kuriz. Dhe nuk vras asnjë lloj perime. Do thoni ju nuk vret. Po patjetër edhe puna jone ka ato sekretet e veta. E mbyll me shumë dashuri dhe kaloj te frulatori. Lexoj edhe një përmbledhje të jahnis me lule lakër dhe perime të tjera. Ju i shënoni
përbërësit, një lule lakër mesatare, 3 patate, një qep e madhe, 2 thelpin hudhër, 300 ml salcë domate, një domate e grirë, një lugë çaj paprika e ëmbël, gjysmë lugë çaj piper i zi, një gjethe dafine, krip sipas shijes dhe vaj ulliri. Tani, do të bëjmë gati dhe supën tonë kremoze, por përpara se të servirim dhe i lëmë dhe kohë mjaftueshëm për tu çplodhur edhe për tu ngrirë, se do të ftohet paraprakisht për shkak kujdes, nga presioni dhe nga nxehtësia, ajo shtrëngohet fort aty. Për ta pasur kremozitetin e duhur, e kaloj në... Do ta lëmë që të dallohen dhe pak ngjyrat. Patjetër, jo, nuk e dua për bebe. Një çik presh, edhe pak patate. E merr një masë të formës të tillë të trajtës kremoze, pak me delikatesë, t'ia shtojmë edhe piperin e kuq të aromatizuar me gjalp edhe me vaj, jo të djegur, thjesht ka lëshuar atë aromë dhe piperi dhe gjalpi, po ashtu shtuam brenda edhe pak kaçkavall të grirë, të cilën do ja shtojmë edhe për ngjyrë, por i jep atë aromën përfundimtare, shijen e veçantë në fund. Mos kemi atë djegjen. Ja. Që të humbi vlerat. Perimja. Op. Shijen e kam arritur në tenxhere, nuk ka nevojë. Pra ka 2 mënyra, ose e shtoni në mënyrë të tillë që të ketë shijen dhe jo të jetë ajo shumë e rëndë. E lë pak sa të ngrohet dhe në fund fare, patjetër që unë do ta spërkas me djathë, sërisht. Okej, dhe servirim kështu, receta që u gatua e dyta për nga radha, se nisëm me petanikur me fasole të kuqe, kaluam te kjo supë dhe më pas te jahnia me lule lakër. Pra 3 ide për menun e sotme për kuzhinën tonë dhe tryezat tuaja. Shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer receta menuja jonë e ditës, por gjithashtu ju mund ta kërkoni atë dhe në kanalin tonë në YouTube, Breze Dielli, duke ju referuar të gjitha recetave që janë gatuar aty. Mirë, tani shpeshherë dëgjojmë themi ne ose me njëri tjetrin që kafja shijohet në lokal, ku ka si kafja që shijohet në lokal. Por, sikur t'ju them që ka kafe që mund ta shijojmë shumë mirë në zyrë, në shtëpi, këtu në studion tonë me miq që na vinë në të, sepse ekspresi që na premton Lavazza a modo mio është gjithmonë një shije unike, një shije e veçantë, me të gjitha llojet e kafeve, duke eksploruar mbi 150 lloje kafesh të tilla për të na sjellë këto kapsulat apo këto mishela, të cilat janë unike, që kanë plot 7.6 gram në të. Dhe duke punuar, unë zgjodha dekafeinaton, por ka dhe kapsulat të tjera, shija më delikate, krema gusto, qualità rosa, passionale e shumë shije të tjera sipas preferencave dhe shijeve unike që gjithsecili i ka. Ja, për shembull, kjo është passionale preferuara jon, ndërkohë krema gusto gjithashtu. E po ashtu, ja po bëjmë gati dhe ekspresin që punon në sikron të jashtëzakonshëm me mishelat, pra me kapsulat dhe me aparate. Aparatet Lavazza a modo mio punojnë në një mënyrë të tillë, në një sistem unik shumë të veçantë që përcjell shijen, përcjell kremozitetin dhe aromën. Nga 150 llojet e kafes të përkthyera në këto kapsula, bashkë me aparatin, vinë tek ju, nëse ju e porosisni, patjetër, do ta shijoni o ta kuptoni më mirë se si shijohet kafja Lavazza a modo mio bashkë me Lavazza që tani në kohën e ngrohtë, në pranverë, në verë shijohet shumë mirë, edhe Lavazza tjetër e freskët, në kafe latte, cappuccino apo ekspres. Unë po bëj kafen time, sot përdorim krema gusto.
Sistemi i veçantë që unë thash për sinkronin që ekziston mes aparatit dhe kapsulave është një lloj presioni i veçantë që e shtrydh aq mirë atë kapsulën që të mos ngelet asnjë gjë tek ajo, por e gjitha të rrjedhi në këtë filxhanin që na ofron energjinë e dur dhe shijen fantastike të lavazës. Pak sekonda, një shtypje butonit për të marrë kafen e plot, një kafe të shkurtër, për një sistem që di të flasi përmes shijes dhe cilësisë. Lavaca.